media për para 30 viteve, ku isha dhe unë, nuk ka qenë e shkëlqyer. Edhe anglishtja jo dhe anglishtja ka qenë anglishtë shumë. Tani, ajo që ky është një protestë, po protestoj apo kur? Po. Pyetja ime. Protestoj. Ja, dhe Kakuja aty. Kakuja motra Ismail Kadares, ajo zonja këtu? Ajo. Motra Ismail Kadares. Aty në protestë. Tuk e ylli Rakipin, Astrid Patozin, Fari Balliun, Mero Bazën, Lutfi Dervishin, gjithë kolegët ta. Po protestoj. Po. Sot pse nuk proteston media? Shimo, para kryeministrisë. Më duket sikur shoh dhe Lutfi Dervishin pra, po pra ja, me syze John Lennon. Po, Lutfi Dervishin, Mero Bazë, Dalip Greca, Ramet Past. Ai ishte Roland Zilin, mos gaboj? Po. Mos kalojmë të rrethit dytë pasaj. Po. Hylli Dosku që mban atë hetime për vrasjet Hylli Dosku. Do gjithë kolegët tanë. Por e protestoi, si sot nuk ka media sot. Kjo është foto of the century? Po. Për media. S'ka më. Last. E fundit. Unë besoj që edhe, pra si që ka ndryshuar çdo gjë në Shqipëri, edhe marrëdhëniet mes gazetarëve ka ndryshuar. Nëse më kujtohet mirë, gazetarët në vitet 90 ju do ta dini më mirë se unë, se keni qenë pjesë aktive e komunitetit. Mblidheshin bashkë, diskutojnë bashkë, mund të ndanin dhe informacione bashkë, pastaj secili shkonte në redaksinë e vet, bënte punën e tij, pavarësisht Instituti Medias na mblidhen. Nëse pozicionuar majtas apo djathtas, por gazetarët ishin kolegë jashtë redaksive. Tani përveç se janë hasëm, por kemi arritur në pikën ku Media X godet gazetarin Y, për arsye që s'kan bërë me media, por për arsye sepse dikush do të godasi këtë gazetar apo gazetare. Ti si jemi sot ne? Ta them unë më mirë. Të gjithë kundër gjithëve. Dhe besoj kjo është pjesë e një transformimi për keq të gjithë shoqërisë shqiptare. Pra, megjithatë, ajo e sulmi ndaj gazetarëve janë dhe këto portalet e fshehura, janë dhe këto tani, se ka ndryshuar struktura e medias, nuk është më ajo klasike e gazetës. Ka gazeta, ka portale, ka Facebook, ka faqe, ka nickname, ka do të kështu me emra të rreme, bla bla bla. Sepse liria vjen me një kosto. Tani, pyetje, kur do ndodh një protestë tjetër e gazetarëve si kjo? Tani, a mund të bëj një të ta jap përgjigjen me pyetje? Përveç Kakus që e di që është e ndjerë tashmë. Po. Ku janë të gjithë të tjerët? Çfarë po bëjnë? Media në gjithë. Në media në gjithë, po çfarë gazetarie po bëjnë? Që gazetari? Pse? Gazetari. Ke pretendime ti për këtë? Jo, unë ti njëjtin gjë bën. Ti njëjtin gjë bën. Astrid Patozi, Ylli Rakipi, Mero Bazë. Nëse Lutfi Dervishi. Dëgjoj, nëse tash unë me ato emra që përmendet ca që ndoshta nuk i njoh. Bejdo Malo, po. Një pjesë këta të gjithë këtu me sa kuptojmë kanë qenë kundër qeverisë. Tash më thuaj kush është kundër qeverisë sot nga këta këtu prapë. Të gjithë kundër qeverisë janë këtu. Si Ylli Rakipi çfarë do të thuash pro qeverisë? Si, ja, tani të lutem, Fari Balliu do i thuash pro qeverisë? Tani të lutem tani. Lutem tani. Lutfi Dervishi do i thuash pro qeverisë? Ja, ashtu ë. Nuk të bie ajo, të bie. Pra më përmendet tre emra, do i marrë gjithë me radhë apo? Po të gjithë ja Ylli Dosku që rrin në Amerikë edhe ai kundër qeverisë. Bejdo Malo kundër qeverisë. Astrid Patozi kundër qeverisë. Të ikurit në Amerikë nuk besoj se konsiderohen më domethënë janë. Jo, po janë aktiva, i bën statuse, jep mendim. Statuset nuk janë gazetari, domethënë. Pra mirë, ai ka emrin si gazetar. Po ja pra të gjithë ta ja, Ylli Rakipi bën gazetari antiqeveritare shumë fort. Unë të bëra një pyetje retorike, sepse nuk desha të kaloja në emra të përveçëm. Për një arsye shumë të thjeshtë, që mua më intereson klima, por ne jemi në fazën kur gazetaria, për shembull, të marr një shembull, sepse nuk duhet marrë me emrat, por do të ta hedh poshtë pa emra këtë gjë që them. Gazetar dhe media, të cilat në një moment caktuar, po themi para 2 vjetësh, ishin po themi kritik me qeverinë, por ishin shumicor me bashkinë. Dhe rastet të tilla ka plot pa që nevojë shkojmë në emra. Kur media, që më lë të kuptoj që nuk kemi më opozicë, ti nuk mund ta kesh mirë nëse pushteti ka 2 koka, që është kryetari i qeverisë dhe kryetari i bashkisë, 2 njerëz më të rëndësishëm në vend. Ti njëri në godet, tjetri ngre qiell dhe i merr dhe i pranon kasetat e gatshme dhe lajmet e gatshme dhe i publikon. Ti po bën një akuzë. Këtu un po të tregoj situatën e medias. Jo, ti po bën një akuzë, kjo është shumë e rëndë për një gazetar. Që tregohet miqësor me një segment të pushtetit dhe armiqësor me kryeministrin. Atë ka zënë syri
Po jo më ky është fakt. Po pra. Është fakt. Por Kjo tregon Por kjo duhet vërtetuar kjo që ti pse bëhet. Sepse nëse një gazetar ka abuzuar me atë që thua ti me bashkinë, pastaj këtu unë nuk mendoj që ne kemi nevojë për si më thënë, për psikolog profesionist për të treguar pse ndodh kjo. Kjo ndodh sepse gazetaria sot është kthyer në interes. Pra ti e godet qeverinë kur ke një interes dhe do të marrësh diçka prej saj, por ky tjetri, zotëria tjetër që ti jep të gjitha, këtë nuk e godet. Këti e pranon lajmet e remet, këti i bën se lajmet e reme janë ato lajme që vinë që prodhohen në bashkinë, qeverinë, parti dhe i shkojnë gazetës gati. Dhe gazetas dhe media nuk i verifikon. Dhe dalin në 10 portale, dhe linjeti lajmë me të njëjtën foto, me të njëjtën përmbajtje mund të ketë ndryshuar pak titulli. Sa qef kisha ti që Partia Demokratike tani në pushtet, do të shikoj aty se si do si. Ti mund të hapësh gjërat që kam shkruar para 2013-s. Dhe do shohësh që kam qenë shumë kritik. Kam qenë shumë kritik. Unë jam përgjithësi ëmbëlsisht, jo kritik të fortë. Unë jam tash mënyra ime të shkruarit është e tillë. Pra qëllimi im nuk është me u marrë me një person, prandaj nuk duhet merrem me një person ose dy. Po të hyjmë një pjesë të madhe për këtyre i gjejmë gjunahe sa të duash. Dhe do kuptojmë që nuk bëhet më gazetari. Ne kemi synim të gjejmë gjunahe politikës, prandaj nuk ishe në protestë. Ne kemi synim të gjejmë gjunahe politikës apo gazetarëve? Po gazetarë njerëz janë. Do kthejmë te fillimi i bisedës. The en komunikuese. Po. Politika jo, nuk janë en komunikuese. Janë pasqyrat njëra tjetrës. Jo, në aspektin e lëndës. E kuptova unë. Keq mund të. Nuk e kuptova keq unë. Ne bazën e punës tonë kemi të merremi me politikën. Po. Tu e kisha. Po gjëja që duhet të them unë është kjo, që në fakt janë pasqyrat njëra tjetrës. Prandaj unë habitem shumë kur shoh që dikush në politik ankohet për mediat. Opozita ankohet më shumë se sa qeveria më del mua. Po flas në përgjithësi. E ke qef kështu edhe Partia Demokratike dhe e mban fjalia ke qef dhe ke me hatër, nuk më rri shumë. Atëherë po të bëj pyetje të drejtë për drejtë. Unë kam marrë pjesë vetëm në një lëvizje partijake, ku kam hyrë në jetën time, dhe mund ta them se s'më vjen fare turp, bile se kam për krenari, që ishte një parti e vogël, ku unë pata një shpresë që mund sillej ndryshim dhe thash, po, do futem për të kontribuar, që ishte sfida e Gjergj Bojaxhiut. Një parti e shkurtër që nuk funksionoi, që Jo, e them me krenariun se nuk më vjen turp, nuk kam gjë për të fshehur fare. Jo. Çdo gjë që kam bërë. Unë po them këtu që dhe mbaj përgjegjësi për gjëra që ne presim kritika ne presim kritika nga qeveria. Po nga opozita? Por më duhet të them një gjë. Në kushte që është opozita sot. Si? Në kushte që është opozita sot. Më duket e pandershme që ti të merresh me hallet e opozitës apo të jesh kritik me opozitën që ka plot gjëra për t'i thënë dhe për ta kritikuar. Okej, kjo shumë. Sepse unë mendoj që problemi kryesor sot nuk është opozita, është qeveria. Jo sot, gjithmonë. Masi mbaron kjo? Gjithmonë. Masi mbaron kjo? Ti si gazetar merresh me qeveri me problemet dhe ti dëgjon që Koloreto Cukali të masakron qendrimin zyrtar i Partisë Demokratike. Çfarë është kjo? A mund të përgjigjesh? Unë do kisha dashur shumë që opozita dhe Partia Demokratike të mos merren me individët, dhe të mos merren me gazetarë. As me media. Edhe as me media. Edhe pse arrita kuptoj shqetësimin që ata besojnë, siç besoj që edhe unë, që një pjesë e madhe e mediave, sidomos to tradicionalet, janë të kapura, janë në xhepin e pushtetit. Po opozita ka ndonjë media të kapur? Të kapur nuk e di, media pranë opozitës. Të kapur nuk e di? E di mirë ti. Më lero ta mbaroj frazën. Media, unë në përgjithësi nuk flas me emra, po media pranë opozitës unë di vetëm një. Kë? Media pranë opozitës di vetëm një, që është Syri TV. Mund të ketë diku në zonën gri, mund të ketë edhe një ose dy media të tjera, po flas gjithmonë për media tradicionale. Pastaj pjesa tjetër vjen duke u skuqur derisa bëhet gjak fare në ca vende. Për sa i përket përkatësmërisë në ngjyrë. Për ngjyrën, duke u skuqur në gjak fare. Për ngjyrën politike, po flas për ngjyrën politike.